Tani, në këtë debatin që ndodhi, ishit me Gertën apo me Balinën? Se më pëlqeu këndvështrimi së cilës, por me kë, do me thënë, cila kishe opinionet më të sakta, se do kaloj dhe të gruaja e Rogertit dhe të Tezja Selin. Dhe, si që po thoja, në debatin, Tezja Selin, gruaja e Rogertit, cila ju pëlqeu më shumë dhe cila kishte të drejtë? Okej, normalisht bashortja e Rogertit do mbrojë Rogertin deri në fund, sepse bashortja pra. Por dhe Tezja Selin do mbroj mbesën e saj. Tani nuk e di, dhe ato që thoshte gruaja e Rogertit bëni sens deri diku. Këto që thotë Tezja Selin bëjnë sens, gjithë Shqipëria e dim, po me kë jeni ju? Unë nuk e di, nuk u binda, do ta them në fund të mbrëmjes. U mendoj se një prej tyre, Rogerti, është një finalist që për mendimin tim nuk e meriton të finalen. Që më tregon ti mu ignorancën e këtyre psikopatëve. Ta skizofren. Kanë lindu skizofren, ashtu do vdesin. Se loja me dy vajza nuk është asnjëherë gjë e bukur dhe gjithmonë mendoj që djali do dali i humbur në fund dhe nuk do ketë asnjërin. Bravo Bora! Që po ndodhe, kam humbur pak. Dhe me thënë, Kërceu Francesca, presin tani performancë nga Ariani? Në fan club, unë e kisha shumë të shirë që ta kishim, sepse do doja shumë të dëgjoja nga ajo, të kuptoja shumë nga ajo, sepse për çfarë vim gruaja mirë të ty, ta bënin të vdekur, ta shani? E gruas së I mirit ndritit i thatë hipokrit. Këtë luftën Hipokrit kaq të që i madhe tha? jashtë Qa i që tha ka bërë Ariani? familja Selinit. Brikenës, qa si Nëse thatë? gruaja mirë do kishte bërë të njëjtën lojë dhe të njëjtën Nëse do vinte aty, do vinte këtu, se ne nuk e degenerova unë Arianin. Duke sulmuar. Rogerti është i çik. E di qa më pëlqen të ky vllai i mirit, më pëlqen sepse është shumë i qetë dhe mundohet ta justifikojë pa u lëritur në një qetësi tepër normale, domethënë tepër njerëzor, tepër human. Ta caroj luftra, Nuk e di. Më pëlqen vllai i mirit se si po e mbron vllain e tij në finale.